Mira protestues u mblodhën këtë të shtunë në sheshin Skënderbeu në Shkup në kërkim të drejtësisë për ish-krye të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Çlirimtarët duhet të nderohen, jo të gjykohen, ishte shkruar në pankartën vendosur në shesh. Nga Shkupi është bërë thirrje për drejtësi për ish-luftëtarët e UÇK-s që gjykohen në Hag. Në protestë u tha se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale, por çlirimtare. Të dashur vëllezër dhe motra bashkombas, të dashur vëllezër dhe motra të një historie, të një gjuhe, të një gjaku, të një qëndrese. Miq të nderuar, një rinasimal thot, me shkronja bëhet alfabeti dhe me shkronja shkruhet kombi. Po të mos ishte alfabeti shqip, ne do të shuheshim. Ky është Papa Kristo Negovani. Dhe 3 shkronjat më të arta te alfabeti shqip janë UÇK. Respekt të miljoje për të gjitha ata burra dhe gra, gjebë dhe vajza, që dhanë gjën me të shtrejt, jetën për lirinë e kombit. Ndaj sot të gjitha rrugët e trojave etnike të kombit shqiptar, të sillnin tu në kryeqytetin Dardan, në Shkup. Këtu është së bashku me ne shpata e Gjergj Kastriotit, është lutje e Nën Terezës, është pena e Samiut dhe Avdynit, është diplomacia e Ismail Qemalit, është pushka liberatore e Adem Jasharit, është pushka liberatore e Shkëlqen Haradinajt, është pushka liberatore e Tahir Sinanit. Prandaj askush nuk mund të njollos UÇK-n e lavdishme. Në këtë betejë, ushtria çlirimtare, ushtrit çlirimtare kanë patur gjithmonë në akord plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Respekt e miljoje për alatin tonë strategjik SHBA-n, rroft kombi shqiptar, lavdivje për së ndritur të dëshmorëve të kombit, liri për çlirimtarët. Liri për çlirimtarët. Një komb, një histori. Drejtësi për çlirimtarët. Faleminderit shumë. Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri çlirimtare që mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protesta e fundvitit që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo mund të thëmë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbeu, tu kemi përpara shtatorës Skënderbeu, i cili na bashkoi edhe në vitet më të hershme, edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din të bashkohemi për njëri tjetrin. Evropës i bëjmë thirrje të bëjë një drejtësi të drejtë. Ne thomë në fillim nuk kërkojmë lëmosh, por kërkojmë drejtësi të mirë fill. Rënoft ushtria çlirimtare e Kosovës, lavdi gjithë dëshmorët të kombit. Faleminderit e respekt pafund. Vëllezër e motra, të dashur bashkëluftar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familje dëshmorëve, shumë të respektuar, e të respektuara invalid e invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbeu, në sheshin e këtij burri që u bë dik për kufit e Evropës. Ushtria çlirimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria çlirimtare e Kosovës është palli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Prandaj udhëheqësi e Kosovës duhet t'u jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykatë dhe jo të dënohen
për vepra të pabëra. Rof populli shqiptar, lavdi të rënëve për liri. Protesta në Shkup në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s është e pesta me 7 gusht të këtij viti, është mbajtur protesta e parë në Prishtinë, pastaj në Hag, në Tiranë dhe së fundmi edhe në Strasburg. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, si antar të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, ndodhen në paraburgim në Hag që nga viti 2020, ndërkaq vendimi për ta pritet të shpallët deri në mesin e korrikut. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm, ndërkaq mbrojtja e tyre ka akuzuar edhe disa gjyqtar për anim në proces.